Vjojmë komunikimin së bashku, duke parë dhe temën e ditës, por duke parë pak edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv. Dhe duke ftuar gjithë ata që ndjekin këto momente dhe duan të japin një mendim për çështjen që ne trajtojmë dhe mund ta japin edhe në këtë mënyrë dhe në këtë formë për duke votuar në sondazh.tv apo duke shfletuar shqiptarja.com faqen zyrtare në internet. Çdo informacion që mund të lexoni në fund del edhe sondazhi. Mega operacioni koduar ura, ne ju pyesim si e vlerësoni punën e SPAK në goditjen e grupeve kriminale. Detajet e atij të dieshmit pak a shumë i kemi bërë me dije. Në 219 vota që ndeni këto momente në sondazh, rreth 65% e tyre që kanë votuar punën e SPAK në goditjen e grupeve kriminale vlerësojnë si mirë. Rreth 20% e vlerësojnë mjaftueshëm dhe 15.5% e vlerësojnë keq ose që do thotë nuk ka bërë mjaftueshëm apo aq sa që duhet. Në studio marrim telefonatën e parë për këtë pjesë të programit dhe të radhës patjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Andi. Ju dëgjojmë me kënaqësi. Dëgjoj. Po. Para të prejmë të para votimit kam thënë se Partia Demokratike Partia Demokratike ka vdek klinikisht. Po, e mbaj mend shumë mirë. Para votimit 3 ditë para. Po. Ka vdekur klinikisht, e mbaj mend shumë mirë. Po. Tashi, i parlamenti i ri që të bëhet, s'ka kuptim fare se për të gjithë Partisë Demokratike janë vetë zgjedhur, nuk i ka zgjedhur populli. Po janë me antikapi madh. Sa të sënë nga zotrin, në mos gaboj se të lutem, në mos gaboj se dje diskutuam këtë çështje, nga 50 deputet që ka PD-ja, nga listat e hapura, pra nga ata që ka zgjedhur vetë populli me vot personal, janë vetëm 7. 43 janë nga listat e mbyllura që... Po, vetëm 7 nga 50. Këto janë shifrat. 7 deputet do të shkojnë në parlament, të tjerët janë kot. Të tjerët janë kot, të tjerët janë me vota partije, emrime kryetari, okej. Tjetër? Edhe me çdo figura që janë, aty deputet, që janë vetë shpall, zërë se do të ketë parlament. Parlament të manë për një shtet. Unë kisha me thëmë të që do të merren disa masa të tjera përpara. Po do të shohësh surpriza më të tjera ka thoni këtij mundi, do të shohësh surpriza të tjera. Po çfarë na paralajmëron kur thua do të shohësh? Çfarë na paralajmëron kur thua do të shohësh surpriza të tjera? Apo do na lësh surprizë? Apo do na lësh surprizë? E di. Apo do na lësh surprizë? Okej. Mirë, na telefono sërish. Të falenderoj, të përshëndes. Të urdhit të mbarë, na telefono sërish në momentin që këto surpriza që ju paralajmëroni, le të themi të ndodhin. Nga fundi muajit të zotëria mos gaboje, po presim. Përshëndes.